Dëmtimi I shenjave të komunikacionit ndikon edhe në sigurinë rrugore. Nuk janë të pakta rastet kur sheh shenja të komunikacionit në gjendje as pak të mirë, nga dëmtimi që ato kanë. Nga dita në ditë, qytetarët këtë problem e vlerësojnë si shqetësim, pasi që disa prej tyre dëmtohen nga persona të pakujdesshëm, por ka raste edhe nga kushtet atmosferike. Për shenjat të komunikacionit, edhe fryma I ka rëzu, po edhe ndeshje bon shumë. Bilet s'kanë kujdes për fëmijët që I kem shkollën qatje. Sidomos ta të Shqipërisë, nashta po korrinë, nëse njerëz janë ata, vinë pa kur fali edhe vinë. As se bojnë manë si del dikush në rrugë, diçka. Kisha bën apel si me pas kujdes më të madh. Edhe biçiklistët konsiderojnë se ky problem duhet të sanohet. Është e vështirë edhe për biciklista, e veçanërisht edhe për shofer. Prandaj duhet kujdes pak më I madh. Duhet një vetëdijësim I popullit tonë shumë më I madh. Siguria e qytetarëve shumë e rëndësishme, prandaj vedia ngasësve duhet të rritet në respektim dhe ruajtjen e secilit sinjalistik rrugore, u shprehen qytetarët.